Pas krehjes së zonës, identifikimit të shkëmbimeve të rrezikshëm dhe vendosjes së rrjetave në malin e Torovicës në Lezhë, ka nisur ndërhyrja për asgjësimin e tyre. Operacioni i parë u zhvillua këtë të hënë, ku forcat gjenjere bën 2 shpërthime të komanduara, të cilat rezultuan të suksesshme. Kjo ndërhyrje u realizua në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë dhe forcat e policisë, të cilat evakuan banorët dhe bllokuan aksin rrugor për rreth 60 minuta për të garantuar sigurinë e komunitetit dhe kalimtarëve. Drejtori i emergjencave civile në Bashkinë Lezhë, Gjergj Prendi, dhe komandanti i batalionit gjenjer pranë forcave të armatosura, Shkëlzen Mhillaj, bën të ditur se do të ketë edhe operacione të tjera në ditët në vijim, deri në shkatërimin e plotë të shkëmbimeve të rrezikshëm në malin e kësaj zone. Ka qenë një operacion i mirë koduar, i mirë studiuar, ndërmjet Bashkisë Lezhës dhe shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Sot përfundoi faza e parë. Kemi realizuar 2 shpërthime, do të kemi edhe 2 operacione tjera, ndoshta edhe 3, do të kemi operacion të pastër, pas një problem siç ishte edhe sot, pas një dëm në banesa, në njerëz, në objekte, në shkolla, objekte sociale, bagti e tjera. Kemi më shumë se 5 ditë që operojmë në zonë për të bërë krejtjen e zonës, evidentimin e gurëve të rrezikshëm. Tashmë forcat gjenjere bën mund realizimin e 2 plasjeve. U azisuan 3 gurë me shpërthim të kontrolluar. Në ditën e vijim do vazhdojmë edhe me pjesën tjetër të operacionit për heqjen nga zona të gurëve që kërcënojnë jetën dhe infrastrukturën e zonës. Kryeplaku i Torovicës, Ndue Deda, thotë se kjo ndërhyrje ishte e domosdoshme, pasi shkëmbinjt ishin kthyer në rrezik për jetën e banorëve. Ne jemi shumë të kënaqur për këtë operacion të forcave të armatosurave, edhe falenderojmë edhe forcat e armatosura edhe Bashkinë Lezhë që po merr këto masa për parandalimin e aksidenteve tilla që kanë ndodhur në këtë fshat. Po vazhdoi si sot, do të ikë rreziku. Në vitin 2017, rënja e një shkëmbi në aksin rrugor Balldrejt-Rovic goditi një automjet, duke shkaktuar humbjen e jetës së 2 vëllezërve dhe bashkëshortes shtatzën të njërit prej tyre. Që pra asaj kohe rreziku nga shkëmbinjt ishte evidentuar, por ndërhyrja konkrete erdhi vetëm pas 9 vitesh nga kjo tragjedi.